Kontrata këtu është në kohë e specifikume, është për një vit, për 12 muaj. Edhe pagesa është 90.000 euro. Kjo tash është bë temë, edhe për hesab tani ka qenë krejt pa lidhje kjo me u fokusu kështu te çmimit, te paga, prej 7.500 eurove në muaj, se këtu nuk ka qenë përfshime vetëm paga, po kanë qenë edhe shpenzime tjera, apo jo? Natyrisht, se nuk është rrogë për çata është përmend disa se je si freelance. Po, është përmend disa që nuk është rrogë, po është ka nevojë me një shpjegim çka është kallzu çka nuk është, e nuk është kallzu kur çka është, se për shkak se aty hyn edhe banesa, edhe sigurimi social, edhe telefoni, edhe uji, edhe rryma, edhe bërlloku, edhe tëna shpenzimet, se tash gjina 7.500, unë e kuptoj shumë mirë që këtu në Kosovë është fenomenale, është diçka që lën për shtypje. Po nuk është për Bruxelles, ku sa marrë jetesë shumë fish më i lartë. Po, me kon rroga edhe ajo shkon diçka, me kon rrogë, se rroga nuk kupton që ti ki edhe sigurim social, edhe ki banesën, shpenzimet se do të më di gjinja sa kushton një diplomat, ai shumë më tepër se kjo. Për shkak se diplomati ja pagun banesën, zakonisht të atjerë që kolegët e mi kishin me bashqe, me balkone, me skavdjone, ja pagun, nëse ka thmiti, du të me ja majtë e thmin, se dia e din këtu gjinja që një ambasador ose një diplomat, bashkëshortja e tina nuk ka drejt me punue. Kështu që do të me pas për krejt familën të me majtë. Edhe këtë e në shumë a tepër se 7.500 që në këtë rast nuk është kur gjo. Në vërtet, këto e din, populli nuk e din, populli gjanë, se s'ka pse me ditë.